Të dashur student, të nderuar qytetar dhe ju të dashur të ri, të nderuar kolegë dhe bashkëpunëtor. Unë jam Besjan Rezhepi, kryetari i Parlamentit Studentor pranë UEL-s. Sot jemi këtu, jo si individ të ndarë, por si një zë i përbashkët studentor që kërkon të drejtën e tij legjitime dhe të arsyeshme. Kjo nuk është një protest kundër askujt, por një thirrje për drejtësi, barazi dhe respekt ndaj procesit ton akademik dhe profesional. Kërkesa jonë është e qartë dhe konkrete, mundësia që provimi i jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe dhe të cilën kemi studiuar. Kjo nuk është kërkesë emocionale, por një çështje parimore. Në një shtet multietnik si Maqedonia e Veriut, kemi nevojë për zgjedhje të qarta, të plota dhe të qëndrueshme ligjore, që respektojnë realitetin shoqëror dhe diversitetin e këtij vendi. Prandaj, kjo është një moment reflektimi për të gjithë faktorët institucional dhe politik. Ky është një mesazh i drejt për drejt për ministrin e drejtësisë, zotri Filkov. Që të marrë seriozisht këtë çështje dhe të reflektojë me zgjidhje konkrete ligjore, jo me vonesa apo heshtje institucionale, e deri në injorim të kërkesave tona. Sepse ne dim edhe të rebelohemi. Po ashtu është një thirrje për kryeministrin Kristian Mickoski. Që të mos e trajtoj këtë çështje vetëm në kuadër të deklaratave apo konferencave për shtyp, por të angazhohet për zgjidhje reale. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se të drejtën tonë. Këtë duhet ta kuptoj edhe secili politikan shqiptar. Ne kërkojmë zgjidhje, jo justifikime. Ne kërkojmë veprim, jo interpretim. Dhe mbi të gjitha kjo lëvizje mbetet ajo që është në thelb, studentore, paqësore dhe e pastër. Ja ku është sot e dëshmoj. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu. Zëri i studentëve sot qartë duket me këtë prezencë kaq madhështore. Faleminderit. Student të dashur, ju të pranishëm që përkrahët kauzën tonë dhe qëndruat stoik ka studentëve. Ju drejtojmë sot me një zot fuqishëm se e drejta jo nuk guzon të shkelet. Sot nuk jam këtu vetëm për të folur, jam këtu për t'ju pyetur. Çka duhet të bëjmë dhe si duhet vepruar që ligji për përdorim të gjuhëve të jetë i respektuar dhe i zbatuar. Ligjet nuk prodhojnë obligime vetëm për qytetarët, por edhe për institucionet shtetërore. Dhe ky ligj flet qartë.
nuk kërkon as ndryshime, as harmonizime, e as iniciativa të reja. Kërkon vetëm vullnet për ta zbatuar ashtu siç është. Kërkesa jonë është e thjeshtë. Zbatojnë një ligjin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Mos na i kufizoni të drejtat e fituara, mos na i mohoni të drejtat tona të garantuara me ligj. Sot nuk jemi këtu rastësisht. Sot jemi këtu sepse jemi lodhur duke trokitur në përdyrë të mbyllura. Mos na nënvlerësoni, mos na injoroni, mund t'ju dukemi të rinj, po e ardhmja është në duart tona. Ju falenderit gjithëve të pranishme, të gjithë studentëve të cilët e ndjejnë këtë kauzë në lëkurën e tyre, të gjithë profesorëve që na ofruan mbështetjen e tyre dhe shpresoj që kjo protestë të jetë shenjë reflektimi ndaj revoltës tonë. Filkom, shpresoj ta mos shihemi prapë. Falenderoj shumë edhe një gjithëve, falenderoj studentëve. E shihni, një orë ndajtëm për të ngritë zërin, edhe s'ka qare pa me në gjuki. Do është Afrike në s'ka ardhë. Kena informacione, ka ardhë sot, o mbrenda? Stregoj. Filkov, ligji flet qartë, ligji flet shqip. Gjua shqipe është gjuhë zyrtare. Dhe du të respektoni. Edhe njerë po të themi, mos takohemi prapë këtu. Respekto ligjin, bëhe provimin në shqip. Një falenderim për të gjithë ata që pranuan prapa skenave. Me vlani tham ministrit mos takohemi prap, për nëse ka dëshirë prap I vijnë këtu.